Këto pamje i përkasin fushës së Myzeqes, dikur e njohur si hambari i Shqipërisë për prodhimin e grurit dhe misrit. Në vitet e mëparshme, kjo fushë gomzhinte nga aktiviteti bujqësor. Me ardhjen e muajit qershor, korrja niste me 10 mjete bujqësore që siguronin rendimente të larta dhe prodhim të mbar. Tokat ishin të sistemuara dhe të parcelizuara me kujdes. Kanalet kulluese dhe vaditse funksiononin rregullisht, ndërsa barërat e egra pothuajse nuk njiheshin. Fusha e Tërbufit dhe e gjithë Myzeqeja ofronin një pamje të bukur e të rregullt, simboli punës dhe përkushtimit të fermerëve të asaj kohe. Sot panorama ka ndryshuar ndjeshëm, shumë sipërfaqe bujqësore janë mbuluar nga bimësia e egër dhe kallamishtet. Kanalet nuk krijojnë më kuadratet karakteristike të dikurshme, por janë pushtuar nga ferrat dhe barishtet. Aktiviteti bujqësor është kurrur dhe puna e dikurshme në ara, duket se i përket një kohe tjetër. Këto pamje mbeten dëshmi e një epoke kur Myzeqeja ishte zemra e prodhimit bujqësor shqiptar, ndërsa sot shërbejnë si arkiv i gjallë dhe nostalgji për vitet kur fusha ishte plot jetë, punë dhe begati.